Pensionistëve nuk i bën punë indeksimi. Rritja në normën 2.5% e pensioneve nuk i ndihmon as pak në përmirësimin e situatës së tyre ekonomike. Ata tregojnë se me shtesat që kanë përfituar nga indeksimi nuk blejnë dot asgjë. Pensionistët 100 deri në 400 lekë të cilat i kanë përfituar shtesë i quajnë si tallje, pasi me çmimet aktuale të ushqimeve jetesa është bërë e pamundur. Duke i kategorizuar pensionet e tyre si minimale, pensionistët thonë se duhet me patjetër rritje e konsiderueshme e pensioneve për të përmirësuar cilësinë e jetesës së tyre. Në 100.000 lekë pension unë me qa doroj? Ja me ilaçe, ja me gjilpëra, me qa doroj? 3.000 lekë, 2.800 lekë më dha. Po, është gjunana zoti. Pse tallen me neve? Jemi sot për nesër të sëmur, të operuar, pse do tallen me neve? Është gjuna. Talje e quaj, pse se quaj talje? Se më thajt buza pensionistit për një kokër dardh atje. Turp të kenë. Qa do marrë me 2.000 lekë? S'vedet pi një kafe atje, se s'më del, po shikoj i tjerët. Turp. Qa pensione? Pse më pjeto birin në nësme, 100.000 lekë unë qatë them? Qa do ti të thëtë në najote? është gjyna. Jo, nuk është, jo, turp. Shumë mirë, ajë sa që i takonte. Po shumë sa të rati? Mua më ra 7.800. 7.800 lekë rritje? Po, rritje. A është e fleshme kjo rritje? Po, si pas fuqis, mirë është, që? Si pas fuqis të kujtë, shtetë? Të shtetit që kujtë, një tines. Si ngopesh me 2 milion, me 3 milion. Edhe ju zgopesh. Po qa kërkon, sa më shumë aq më mirë është. Ore, në basë të qmimeve, në basë asaj asë i gjithë nuk mjafton tash edhe njerë. Edhe 2 milion të marrë shpiki me më shumë në mua, nuk të mjafton, se do më shumë. Detrymisht. Duhet ishte më e lartë rritja, kjo rritje pension, duhet ishte më e lartë? Me lartë të thash, sa më shumë, aq më mirë. Me 2.5, qa bëndim? Sa lekë të nga rritja? Qa, 105 lekë në ditë. Po, 105 lekë në ditë. Mashtruh i shqiptarëve a i. Nërkoj që flasë? I mashtroj. Sa lekë more rritja këtë muaj? Hajur, kam në 90.000 lekë, këtu marin 1.500 lekë. Ka 50 lekë në muaj. Qa mund bësh? Në ditë. Qa do bëj? Mere i poshtë. Si do? Kotës. Stani Brazil? Qa pras një fare. 105 lekë, e kuptoj 105 lekë. Të vjetra, jo të rea. Se i bisoj 105 lekë. Për qartë, një domate nuk bën 105 lekë. Disa prej pensionistëve përdorin ironin për të treguar realitetin. Ata thonë se janë të gatshëm që pensionet bashkë me indeksimin t'i adhurojnë pushtetarve. Unë nuk marrë pension sepse ja kam falë shtetin shqiptar. Me qenë se Rama thot që do të shtoj pensionet, unë nuk kam marrë pensionet tim, janë 77 vjeç, për arsye sepse dua të ndihmoj zotin Rama që të mos e shaj Berisha. Qa do bjerë, 120.000, aqe kishë aqe mora. Ishte të më në qikë pensioni? Po, kivajnë të kjellë. Sa lek ishte rritja? Aman më thoi e këtë, sa lek ishte rritja? Sa rritja 1.000 lek ishte rritër. 1.000 lek? 1.200 lek. Po i ka mund të peshkoj komplet o burit, po është turpore, është turpore, e ka marrë më lungë. Po, sa lek more rritja? Sa lek more rritja? Aq sa më dha shteti, 2 do me kuzhinë mora. Por ka edhe nga ata pensionistë që mendojnë ndryshe për të cilët rëndësi ka që pensionet të rriten. Ata thonë se pavarësisht shifrave mirë është që të marrin diçka shtesë. Kjo kategori e pensionistëve thotë se shteti shqiptar i rrit pensionet në bazë të mundësive ekonomike që ka. Unë jam pensionist prej 20 vjetësh, marrë një pension minatori, kam punuar në minierën e bitumi Selenisë. Pensione kam të kënaqshëm, se ka punuar në tokë. Dësa sot thua që do të marrësh edhe indeksimin, pjesën? Për mua nuk ka rëndësi sa si e lekë që do më shtohet më, po ka rëndësi që të shtohet pensioni, mos të paksohet. 2.5%. E di, 2.5%. Për mua unë e thash edhe njëri që ka rëndësi që pensioni të shtohet. Mirë, po u kam dëgjuar një bisedë para një muaji të drejtorit të Institutit Sigurimeve Shoqërore në Tiranë, Astrid Hado. Ai e shpjegoi shumë bukur se ne me një së thjeshtë nuk i dim këto gjëra. Ai tha me pak fjalë që skema e sigurimeve shoqërore në Shqipëri është e falimentuar. Pse është e falimentuar? Se ka 720.000 pensionistë që marrin pension të rregull çdo muaj si puna ime, si do zoti unë. Dhe sa kontribus
janë më pak nga gjysma e këtyre, afërsisht 320.000, 350.000. Sikur ky raport tjetë 50 kontribuese dhe 51 pensionista është e falëmitore së skema. Mirë, po ne jemi një së thjeshtë se kuptojmë këto gjëra. Shteti joni shtrejt këmbët sa ka i organin, apo jo? Edhe kryesoria që dua të themu për këto punonjësit e postës këtu, më përshtypje se këto brenda afërsisht një ore, sa është ora tani, është ora 9, brenda një ore këta ndajnë afërsisht 80% e pensionistave janë mos i blet punëtore. U kam respekt për këta. Kam çuar kartën e identitetit, do marr pensionin. Kishte rritje? Valla është pas gjë. Unë jam këtë rritje është mirë, por nuk e di. Thonë që pensionet do të rriten me 4.000 lekë, ose janë rritur më saktë me 4.000. Sa të ketë mundësi shteti. Shteti është jori. Ai paska ulur sot. Ne e duam. Ne e duam ashtu si është. Në Vlorë, pensionistët përfitojnë çdo muaj pensione nga 10 deri në 20.000 lekë të reja mesatarisht. Ndërsa me një llogaritje për këto shifra pensionesh, indeksimet që përfitojnë janë në shifra qesharake që variojnë nga 250 deri në 500 lekë të reja.